shoku jam jeton Hoxha. Ja, ti ke punu për drejtësia kush? Apo ta dinaj kush? Kopile. Kopil, kanë rusanët me temel. Pse? Kjo më tufis është i kënaqur me. Pse? Ç'është po ndodh? Jeton i gjallë. Njerëzit këtu kanë dalë një dorë. Është për me masoti mua veti që e bona me ty, që janë rrëm peshk. Së më spënina rahat. Ku e Zaho? Zaho po prit. Zaho po donë me bo një telefon me ty, një sëtet me ty. Piqiru do e sa po bërë. Thjesht s'po donë ma më punu bashkë me ty, po donë. E din të dhe çfarë. S'kam nevojë me fol me ty, deri sa të Zaho gjallë. Unë e foli me ta. As ty s'ka nevojë me të qu. As më smerë iniciativë me orë vetë. E? Pa që fatë. Roni, ditën e mirë zemër. Kalosh mirë, avokat. I ka. Ron. Duna me të thonë një dy fjallë. Se mrena në lutë për mrinë. Tu kisha lutë, Ron. E njof shumë mirë karakterin të një pëlsev. Të lutë e më zbënej për të laki. Të lutem. Avokat. A e po gjendën e babës tam? Pikërisht. A menën që mu jene me falë qatë puna jo? Aran, mos u involvon problemet jetonit. Ato janë dy bandat më të rrezikshme në Kosovë. Jetoni me tonë atë aparacion të shtetit, nuk mujti me bo kur gja. Ti, si individ, pa do me luftu kundër ty. O, s'pa më intereson mu avokat, çfarë banda ata dha ile? Çfarë banda? Banda? Mu po më intereson baba jam, mu më kam prek në familje o avokata, e kupton a joti? Ora, të lutem mos banaj sa. Të lutem, Ran, mos u gut. Leje, jetoni, qohet jetoni vetë dhe i mirët me problemet e veta. Nuk i nevojti më u fut në problemet jetonit. O avokat, shqipim të ta spigu. Nuk është problem i jetonit kur është në pyetje baba jam. Se është familje, a e kupton ti që është me prik në familje dikon, ajo? E kupton avokat, bro. Qyten veti edhe mate tani. Ran, apo më premton që nuk keme bo kur që. Po të premtoj që nuk muj me të premtu që s'ko me bo diqka. Hakun e babës tem, unë e vetë e marrë. Për punë tua, ti që am keni mu më nëzirë mu prej burgot, unë s'ta harroj, të këmë thonë edhe maherët avokat, unë s'ja fjallët e mija. Babës tem që i ka ndodh, unë nuk muj me falë avokat. Dëgjam, e kam një ide.
Mos rri vetë. Nuk është mirë me nejtë vetë. Avokat, Hajde shkojmë hajmë të rejtë, shka. avokat, mos më kushto të lutë, ma. Faleminderit, po foli sikur me fol me një babë, me një miq temën. Nuk më i marrë avokat se nuk jam gjendje të mirë me ardhë. Kam nevojë vetë me nejtë. Nuk është vetëmia e mirë si rast, Aran. Është shumë e mirë vetëmia avokat, edhe ti ke nejtë vetë kur e ke pas nevojën tone. Unë po kam qef me nejtë vetë në shtëpi tem, kam nevojë që ashtu më qetësu. Ik. Shimi avokat. Shimi. Kisha lutë, Roni. Mendo mirë. E ku menu në mati avokat. Faleminderit për teje. Tërë këtë jali. Apo të vjeni nata që ka pështu babi? Asa mirë e bune. Qysh po shihet ai pas ka pështua? I dashur, unë me jetonin kam përfundu. Gjithë shka ka marrë fund. Ne të dy kemi mbaru. Po, është gjallë dhe shumë mirë që është gjallë. Sepse fëmijët të dojnë shumë, janë të dhanun mas ti. Dhe me thënë të drejten, kove të fundit, ai ju ka ndejt afër atyre, pavarësisht se çka ka ndodhur. Zemër, ai nuk është njeri mirë. Unë e di fort mirë këta. Edhe ai është personi kryesor që fëmijët nuk lidhen me mua. Edhe ma e me këta. Ai është njeri kryesor që unë jam i urryer këtë shtëpi. Dëgja, dush me fillu mi marrë gjanat me qetësi. Kove të fundit je të punu shumë, ke nevoj pak për pushim, për qetësi. Vera është ende. Çka mendon për një pushim në det? Na bën mirë? Ta është shke mirë që për thuti këta. Është, pra, të mendojmë për pushime? E bëjmë një pushim bashk. Po kësaj radhe pa bishta për mas. E këshyrim për këto. Ja, Ajde, pushime meritojmë, a? gëzuar. Gëzuar. Njomza, qytem. Fillimisht do është me unë qetësu, edhe me besu, që gjithë qka ka me shku në rregull. Mu qetësu? Po. Unë mu qetësu? Qysh moj unë mu qetësu? Kur momentin ma të lumtur tjetës teme, shkoj me fëmijët e min banesë të re. Mju tregu fëmijëve banesën e re, më bën telefoni edhe më thot njeri pa njoftën, burri mi jot mi ka 300.000 euro bëq. A e kupton ti? Unë e kuptaj, po dhe ti dush me kuptu që drejtësia qëtu i ka. Qëto që është e mëshme në drejtësi. Njomza, ti halja nuk e ti vërsu në Arbenin. Akoma ke kuror me ta. Për të sa ke kuror me ta, çdo pronë jotja detyrimisht është edhe pronë e ti, Njomza, kuptoje. Qka e more të fol? Unë, me atë njeri nuk kam kurgjo, absolut kurgjo me zveti. Ti e din që rasti jam është në proces shkunërzimit. Kur në landë është proces shkunërzimit, do me thonë, sa jenë gjysh me qatë person nuk i takon kurgjo pasuni. A e kupton ti? E kuptoj, deri dikon. E kupton deri dikon? E kupton deri dikon, a? E kupton deri dikon? O nuk ka faj vesa që moti mun ka thonë, këfjellu se milot jo shka bon dalavere me ty, ka me të ndrua avokat, ka me gjetë avokat tjetër. Zonja Njomza, t'lutem, mos thyj. Edhe një gjotë është me ditë. Qa kum bo, unë për ju, Njomza, as të një avokat në Prishtinë s'kish mujt me bo. Ej, t'kom brojt kundër një burit qmendën, që ti kitë na pëjke fmit në për malën, në për fusha. Pastaj ta kum gjetë blersin, unë që kjo avokat i keq, ta kum gjetë blersin 800.000 euro. A din ti sa janë 800.000 euro sot, Njomza? Qka janë more 800.000 euro, po ti vet je qaj njeri që më ke thonë. 800.000 euro është pak, në fillim, ke thonë kjo to kushton ma shumë se 1 milion euro, mës në nshkruj ma ke bo, as një herë, edhe tash ti, mu, po më thu që e kom pasunin e përbashkët me burrin. Këfjellu. Njomza, jo, në ligjit të ashtu, Njomza, të është me kuptu që nuk e ke përfundu procedurat me Arbenin. Akoma je gruaja e ti me letra.
si e shkurrëzu në Arbenin, Jomza. Çdo pronë e jotja, detyrimisht, është edhe prona ati kuptoje ligjet. O, s'kini me mujt me ba hajgare me Njomzën, as ti. S'ki me mujt me ba hajgare. As Arbeni, as me pasunit babës tem. As me fmit e me, as me ndjersën tem. A e kupton? A e kupton? Dije sot e për gjithmonë. Edhe një po ta thom, ki me pas pun me mu tash e mas. Ndryshe këna mu do me ty. Jomza. Vesa. Vesa! Kur në avokat? Ulle pak lëtë. Vesa, kam një vllaf shumë serios me ty. Po, avokat? Vesa, a punon ti për mu, apo punon për Njomzën? Për ty, avokat. Për ty, avokat. Po. A po në tregu qka i ke thonë ti Njomzës, qa e po dënë me u largu për i zyrës tonë? E para, avokat, ti dush me kry drejt punën tonë. Edhe one e respektoj shumë Njomzën, që ata kom dash me para lajmru për rreziqet që pe presin. Edhe dyta, shpresoj shumë, ama shumë, që ki mu këthy në milotin që ke qenë. Ti ke luftu për drejtësi. Vesa, ndëgja, ti e dim fort mirë se që ka ndodhë mu kove të fundit në jetën tem. Të kujtohet makina me goma të shpërthyme. Të kujtohet që e kom qu familjen jashtë shtetit, 2 javë dit. E di. S'kom guzov mi prun shtetin tem 2 javë dit. Të kujtohet kër ju në shku në shpinë e malit, kum ik. A të kujtohet? E po krejt këto i kom bo për Njomzën, e cila sot do me lonë zyrën tonë, edhe kërkon pare. Ato janë shumë pak, a e meriton ma shumë. Kjo nuk është e drejta për Njomzën. Vesa, du në me të tërhek drejtjen për herë të fundit. Se ku që është më dhimë të kryt Vesa. Të lute me në kontratën e ketër shtëpia, letëzoje, edhe e shepër kom punon. Punon për mu, unë të adhor rogën, jo Njomza. Avokat, nëse one nuk duna dhe si më të e bo punën mirë, unë e largona. Qef, kontrata. Vesa! Vesa! Te haj, dreqë, te haj. Po pse nuk e ngova mamin dhe ke shkon mjekësi? Më dhe aty ka parë, e kësha qenë një ordinancë. Vesa!